Përshëndetje të ngrohta për gjithë ju shikues të Tribuna Channel. Po takohemi kështu sërish në emisionin Mesnesh me mua Tuta Krasniqen. Faleminderit shumë edhe studentët e kolegjit Qeap Hajmerer që i kemi përsëri sonte në studio për të krijuar një atmosferë sa më të ngrohtë. Para se të bëjmë edhe prezentimin e musafirit parë, më lejoni që të falenderoj në mënyrë të posaçme sponsorin general të emisionit Mesnesh, Vala. Faleminderit shumë që vazhdoni të jeni mbështetja kryesore e këtij emisioni. E çmojmë jashtëzakonisht shumë ndihmën tuaj. Ndërsa tani pa humbur edhe shumë kohë, po e bëjmë edhe prezantimin e musafirit të parë. Ai është një njeri dhe artist shumë i madh. Muzika e tij, arti i tij, pëlqehet nga të gjitha gjeneratat. Është me të vërtetë legjendë e muzikës shqiptare. Se për kë bëhet fjalë dhe kush na ka nderuar sonte me prezencën e tij, e shohim në storien e përgatitur për të. Sabri Feyzullahu lindi më 16 shtator 1944 në Poduje. Sabri Feyzullahu i takon gjeneratës së vjetër të këngëtarëve, i cili edhe në moshë të re ka arritur që të zëjë vendin e vet në muzikën argëtuese të Kosovës, por edhe më gjerë. Ka fituar 18 okarina të arta në akordet e Kosovës, ka ingjizuar më shumë se 800 këngë, ka marrë pjesë në shumë festivale dhe ka fituar shumë shpërblime brenda dhe jashtë vendit. Ka bashkëpunuar gjithmonë me kompozitorët më të mirë të vendit. Sabriu ka mbaruar studimet e gjuhës dhe letërsisë shqipe në Fakultetin Filozofik, si dhe aktrim në Fakultetin e Arteve të Bukura. Sabriu ka luajtur në disa TV dhe videofilma. Ai luajti edhe në serialet Kur pranvera vonohet dhe Autobusi, po ashtu edhe në TV komedin Qeshin Gjesh, me Gjevat Qenan, Leze Qenan, Ali Ahmetin dhe Adem Mikullovcin. Në filmografinë e tij gjenden mbi 20 filma, shumica të zhanrit komedi. Sabriu është i martuar dhe është babai 4 fëmijëve dhe gjysh i 10 mbesave dhe nipërve. Vazhdon të jetë shumë aktiv, i kërkuar dhe shumë i pëlqyer nga publiku anë mbankukar shqiptar. Edhe shumë fjalë, shumë rrëfime për sukseset dhe të arriturat e tij do të ishin të vogla që ta përshkruajnë këtë artist të madh. Është ky Sabri Feyzullahu. Sabri Feyzullahu. Agja Sabri, po thëmë Agja Sabri për shkak se kështu sa herë që takohemi është një muhabet pak ma pa te klef edhe po munona milion pak jashtë këtë aspektin zyrtar, kështu që ma ta afërt një kur thëmë Agja Sabri, sa është problemet tonë, po? Sabri, na jemi mundu me në një minutash të shkurt, ndoshta me përmbledh disa copza të biografisë juaj shumë të pasun edhe të karrierës juaj deri tani, shpresoj që ja kemi dalë edhe pse po besoj që ishtë dashtë disa dokumentarë, ndoshta mu bo për krejt karierën e juja. Ka bo në fakt dikosh dokumentarë deri tashti? Ka bo TV Klan Kosova. Apo? Po, ka bo Maki një gazetare dhe më ka pëlqy shumë. Po jo, me këta që e të reguat shumë thukt, sakt e mirë. Faleminderit shumë. Nderu. Jo, në fakt, unë po du me të falenderu për nderin që na ke ofru, me qenë sot musafir. Është hera e dytë që në emisionet e mia të kom musafir, i pari ka qenë emisionin Lidhja Mesnesh, ku ende vazhdoj me përmend që ke qenë një ndër bashkëbisedues të realisht më të mirët dhe më të sinqert, për shkak se madje na pa të zbulu edhe diçka shumë personale në emision. Ka qenë fjala kur na ki tregu diçka që bashortja ju Inera ka këndu shumë mirë, edhe ti ke qenë xheloz. Po shumë, si shqiptarët. Edhe nuk e ke lënë me vazhdua, çka ka qenë? A jetu për konkurencës, cila ka qenë? Po, sinqerisht këndoj ke shumë bukur edhe u dukte shumë e bukur, edhe tash është e bukur. Ende është. Po, u thot që ma marrin tjerë, thësha shumë e bukur e ma mashtrojnë. Pe maj për veti. Po, jasolla për rreth, i thashë, ne, lese ti e femër, e masën dhe i këta mashkuj silën rretheje, të mashtrojnë e të rejne. Mi thona i rrenë që i madhisha une që... Po edhe sot tash i më dhimët, masën dhe mu ka dhimësur shumë që ja kum shuni dashurit madhe që e ka pas. Nuk ka tragedimat madhe se sa fëmijët ose bashortës ose gruaja burrit t'ja ndërpret një diçka që e ka jetë, një diçka që ka fajsu për atë gjak, shtu vetë me vetjen a i herë, apo jo? Është e tilla, ajo nuk fajson, po mua më dhimësët se din me këndu edhe sot e kësaj dite. I ka ca melizma shumë interesante që Dimet hala ma e madhe për juve, se me siguri kur të realizoni na i këngë tre, e ka kur s'është e knaqëm. Ajo, a? Kur veç.
As me mua s'merr malin, i shkur. E po mirë, njerë që na dojnë, zakonisht din me qenë pak ma kritik se sa tjertë. Sabri, po du me të vetë sinqerisht, për shkak se unë edhe shumë tjerë, dhe nejse ju jeni shumë matri, po na jemi rrit me muzikën e juj. Ju jeni që shumë vjetë në skenë, edhe qysh është e mundën për krej këto vjetë, përveç që je shumë fit, do kësh hala, si djali ri, që është majnë men para 20 vjetë, sinqerisht, kina i sekret, po ende nuk e ki zbulu, se kina i sekret, është na i fa recepti që nuk na ki tregu, o qysh është e mundën mas krejt këto vjetë me vazhdu, me të vërtet me majtë pjedestalin edhe me qenë numër 1 dhe i pas avencushëm fakt mos me pas as konkurencë në aspektin e muzikës të zhanrit juj. Sa është e vështirë kjo me majtë? Faleminderit se ut, faleminderit dhe për atë fillimin që e bota dhe tani që po thuani për mua. Më ke nderuar që më ke fthu në emision. Më ke nderu sepse neve na lidh edhe profesioni i njëjtë edhe, si me thonë, është një diçka që njerëzit i afron, i afron mënyrën ma njerëzore, bushesja, sjellja, kultura, këto zblihen, jo, kjo është ashtu, edhe jam i lumtur që bashkëbisedojmë, sepse ty njerëzit të duan, je në shërbim të popullit, si unë, si ti, si gjithë ne. Ashtu. Po du me cek edhe diçka. Na për shembull emisioni mes nesh e ka faqe në Instagram, ku në fillim të emisionit na i kemi pyet edhe fansat, në fakt ndjekësit e faqes, kënd kanë qef me pa musafir në emisionin mes nesh. Edhe realisht kjo është fakt, mundeni edhe me hy me pa. 80% e njerëzve cilë kanë shkrujt në atë faqe ka qenë Sabri Feyzullahu, Sabri Feyzullahu, Sabri Feyzullahu, Sabri Feyzullahu. Edhe kjo ka qenë, mëndzi s'kom prit, mi unë zonë në Prishtinë, që mi u pas musafir për shkak se edhe po keni udhëtimet shumëta. Me thonë, tjetër gjë është për shkak se këngëtarët shumica e kanë publikun e moshës vetë, paka shumë. Me juve ka ndodhë, po them, për atë jeni i veçantë në llojin e juj të muzikës, për shkak se prej moshës 7 deri në 77, ndoshta edhe më shumë, juve ju ndëgjojnë edhe vazhdoni me qenë shumë in, vazhdoni me ditë, me njoftë edhe veshin e publikut edhe me ditë çka duhet me servu. është ndonjë farë sekreti kështu, apo ndrimi i bashkëpunëtorëve, apo thjesht origjinaliteti? Se gjithmonë më intereson qysh njerëz mujnë, po du me marrë mësim, se po du edhe one, kur t'i bëj do vjetë hala me qenë në formë. Dhe qysh është e mundur kjo? Në formë kime qenë gjithmonë, ti se e ke rajën e tillë, të mirë, dhe mos u po marakis kur mirë. Po nuk dijoj të utë. Po di që me thonë, qka të flasë pas ta i bje si lavdë edhe bashkëpunëtorëve? Jo, është realitet, faktikisht. Spari falenderoj ata që pas kanë kërku që unë e t'jem musafir, sepse unë e kjo është ajo që më mbanë në një. Kur më kërkojnë ata që janë shumë të rinë nga mosha dhe nga stili dhe nga mënyra e jetesës tyre dhe ma sot është një kohë e rap muzikës dhe R&B muzikës dhe që unë e dua mas shumë t'i në botë edhe ndëgjoj me ondje gjithmonë. A ke mësu na i këngë për mensh rap? Po, dhe na i strofë, po, plot. Kisha pa qef në dëgjune. Pa tjetë. Do më thonë, në këtë trend të kësaj kohët, shekullit 21, me qenë me këtë moshë e kam me një muzikë pak më ndryshe, që nuk është edhe in, po nuk është edhe ashtë për të gjuajtur, jam munduar të rjetënës të heci tehu të muzikës. Fillimisht kanë ndikuar grupe tjera, avangarde që kanë qenë në atë kohë, në mua si i ri kur kam qenë, edhe sidomos kancona italiane dhe franceze. Edhe ato më kanë dhënë një edukat muzikore, sidomos italianët edhe francezët, një edukat, një fines, si me thonë, të interpretimit edhe unë nuk kam ditur të këndoj rock muzike, e kam dëgjuar dhe ndëgjoj, po tani me ofrimin e këtyre viteve që po vinë, unë jo mundu si e qka të bëj që më ndëgjojnë akoma njerëzit me që dua këtë punë. Kongën e dua shumë, se kam pasjan nga fëmiria, edhe kjo po më shpërblet, dhe kush po më shpërblen, ai që është, si me thonë, që duhet përullur. Gjithë artistët, si jem në artist, po ne që jem shërbim të njerëzë, jem artist me profesion, aktor, po do
ti përulemi njerëzve që na ndëgjojnë edhe na shohin në televizion edhe në rolet të ndryshme televizive dhe në film edhe na duar trokasin, na salutojnë, që na përshëndesin rrugëve. Kjo pasuria më e madhe që mbetet te ne gjithmonë. Njeriu punon, jeton, vepron për një diçka në fund me thonë kush na ishte ai. Na tash mjerisht para Zotit jemi gjithë barabartë edhe para njerëzimit, po na dallon puna dhe nuk ka pasuri më të madhe që një ditë kur s'jam shkruhet dikun që Sabri Feyzullahu pas ka qenë aktor dhe pas ka qenë këngëtar i muzikës, fillimisht muzikës lehtë, masane një muzike që runa zot që ai veti ka hyrë sepse jo me marr pare, se thoj njerëzit me marr pare, edhe pse paraja është natyrisht, njeriu jeton prej punës vet. Domosdoshmëri e jetës. Ne sun shprehemi me një, se me thënë, sot s'mendim që jo se unë... Jo, nuk e di pse ekziston kjo mentalitet e ne, për shkak se njeriu duhet më një krenar kur jeton prej asaj pune që e bën. Do me thonë, nuk duhet me qenë ajo po fitojnë. Normal që fitojnë nëse punon edhe nëse e bën atë punë mirë edhe unë mendoj që duhet në fakt me një krenarim u tregu edhe ajo. Për shkak se krejt e bojnë punën për me jetu, për një mirëqenie, apo. Kështu që realisht nuk e di pse nga njëherë njerëz si bojnë munim faj, ju po jetoni mirë, po nashta dhe po punoj shumë për me jetu mirë. Do me thonë është gjithmonë reciproke ajo, se tu nejtë valajnë kokër shpinës, po besoj që vinë edhe prej qiellit. Aty vjen në pyetje kur thrim kokër shpinës, gravitaci, ligji i Newtonit, a? Po. I tërhek. Tërhek, vallat, bi mollat ngry. Ta që sa vrim. Fiksor. Ta një thonjë se na fak është. Na fak me zorra e plumje. Ta që sa vrim. A për vetës e kini akuarium, ku mrenda jonë rreth 14 tema, të punume me shumë delikates prej grand dekorit, ku temat natyrisht janë përzgjedhura prej meje, ju mundu me e bo një përmbledhje të bazuar edhe te familja, dhe te karriera, dhe te aktrimi, dhe te krejt. Mundesh me zgjedh njënën prej temave, edhe varësisht prej preferencës që e ki për atë temë, është tërheq dhe fito. Varësisht prej preferencës për atë temë, kemi me vendos, a dëni me vol 2 minuta apo 4 minuta. Gjatë asaj kohë te uta veç e mshel. Okej. Te ut, a ke fillu edhe pse je shumë e re me u stresu një jetë prej punës? Unë jam krejt strese. Unë e jetoj, se unë fakt realisht nuk e di që është me jetu pas stres të punës, edhe ajo ndodh mi lyp 2 ditë pushim, po masanej në qmendin ato 2 ditë pushim, kështu që po besoj që ajo ndoshta ndodh edhe me juve, është stres. Po ajo ta ngrit adrenalinën dhe të koncentron edhe ma shumë kjo stresi edhe kjo nervoza e punës për të realizuar mirë. Po unë jam bo me hongër gjin ka herë kur qonon mëngjes. Tregom sot që shëpate mëngjesin për shamull, rutinë. Po. Katastrofë. Se dhja i madhi zotë qap vitet e kanë bëtë vetën. U thim ditë e natë. Dhe me këtë mosh nuk është edhe letë. Unë do këm kështu që s'kam pesh edhe falemderi Zotit se ruëm edhe qka po ha edhe qka po pi edhe se du jetën. Se e mirë është. Edhe duhet të gëzojmë. Edhe çdo njeriu i gëzojmë kur ta jeton jetën edhe mundësisht në atjertë mos me ju përzin jetë, kërkuj në ankit jetë heq, se kërkush s'mund ma imponon mu mënyrën e jetesës, as s'mund e mund e një 12 vjeqar, sa të në baron adoleshentën, mas andej nuk muj me ja imponu jetën se gjdo kush e ka mënyrën e vetë të jetesës, si, qysh, qka, pse, me kon, aty ku më pushon zemra, aty e një vetën mas miri, aty ku muj dy lafe, dy këmbime, dy shkëmbime mendimesh me i ba, me onkovt gruja, o burri, o vajza jem, burza, ermali, aty njëhe mirë, unë aty realizona profesionalisht. Nëse se kaloj unë e mirë njetë, me ato që e du, unë nuk mund e me qeni sukseshën. Shumë e vërtet. S'moj me pa sukses, si do të më duan tjeret, kur më shojnë ftyrë, unë katastrofë, edhe kështu i keq i mrollt, edhe mu mrollë, ala thojnë një, se ma tranove. Pa kjo ke diçka shumë e bukur që e the, realisht kisha pas dëshirë me fillu krejt me mendu në këtë mënyrë, që nuk e di pse shpesh njerëz si japin vetës drejt ma shumë se që duhet, mi kallëcu tjetëri që duhet ti me jetu jetën.
Fakt, vetë ku marrë, vetë ku me shkua, bën të lutë na me bo që ka duone, pa e dëmtu tjetër kom, po mundësisht jeta jam është. Kështu që, ndoshta ka një herë e kom përshtypjen që duhet me kalu, ndoshta njeriu një mosh, me mri një pjekuri, ose me kalu disa sfida të ndryshme, që me mri këtë pjekuri për me besu këto, që ka ju e thatë realisht, edhe ndoshta mi këshillu edhe tjertë. Pse me lotu loti, pse syni, pse me lotu të utë? Pikresht. Pse lulja me thotë, 8 mars si ka qenë urime? Faleminderit. Gjithë grave, nënave shqiptare, ku do që janë në botë që shiqojnë këtë emision, u auroj, edhe pse ishte dje. Pse lulja me lotu, pse me uderë gjak, pse me folë fjallë të rëndan me njerëz, pse me ofendu njerëz. Shumë e vërtet, për shkak se... Pse mu ba luftra, pse... Mirë, ëmbël mirë, se njët e kemi. Pikresht. Kështu jemi gjithë pastaj edhe si tansi, si komunitet, si kom shqiptarë. Është energji që duke e reflektut njëjtën edhe kime absorbu, kime thith, kështu që po menoj që ndoshta na duhet krejtve pak kohë, me kalu disa sfida, me mri një pjekuri, me dhimt edhe qaj lotë edhe krejtë, tani me mri në pache me vetën, të kun me vetën një edhe me botën. Filozofova shumë, jo filozofova ma një Jo, nuk noqa, a i kemi marrë malin shumë? Qka po thëtë se janë pak fondi? Fëmiria. A, fëmiria. Wow, e bukur. Shumë e mirë. Oj, mirë unë për fëmirin me folë për fëmiri. 2-4. Aj, 2 minuta se... Oke, e vazhdojnë pastaj. Në regu. S'kam shka flas mirë për fëmirin. Spjegona pak krejt atmosferë. Për fëmirin time. Fëmiri me shumë thmi, me shumë varfni, i lindur në Prishtinë, me babaj ka qep zhguna tjerë që na ka rrit ajo nënzet, ajo shpirti jem, si shdo nonë që është nonë shqiptare. Ku do në botë, gjdo nonë, edhe zeze, bardhe, verdhe, morëm e sarit. Edhe me skamje, me prit vlaun, kur vjen prej shkollës, me ja marrën e dimnit, do qiz me dimnit për me shku në shkollë, ose një farë gjupi me ja marrë, me undru kështu me vlazën. Dhe runa zot, po një diçka, i sinqert, me andër, inshallah zot mri diçka, bona diçka, e fëmijët e mi nuk banë si kurun, për mos me pas. Edhe ishin kohra të tilla, 70 vite më parë, edhe, si me thonë, ke që shke, e kujtoj gjithmonë, e i thomë mos e përjetof thas kush në këtë jetë, po thash Zotit gjithmonë një fëmiri më të mirën. Fëmijë është duhet me jetu jetën mirë. Ha? Mirë. E veç ma mi jep dashuri, se në baballar kur njët jo, kur baba jam njeriu më i shejt për mu, kur një fjallë. E nona shuje vlad se nuk ka mirë, se s'ka mja për bone. Qështu? Wow! Sa fëmi keni qenë familje? Na kena qenë 4. 4, po si me qenë 40, 20, kur s'ki, është... Sa e dhimshme kjo, edhe shumë e pash këta që me ardhë, mu këthi vlau prej shkollës edhe me ja marrë këpucat edhe jaknën. Kjo e realitet, unë sunë gënjej se ata që më njohin e din, unë e mund të rejta ashtu. Po viqë edhe ato e përmendet që keni thonë nesër du me mri diçka. Unë kam shumë shpesh për shtypjen që pikrisht fëmijët që ndoshta nuk i kanë pas krejt kushtet edhe nuk i kanë pas gjithë mirëqenjen, nuk e kanë marrë si të mirëqenë, gjithmonë kanë tendenca me mri ma shumë njetë. Për shkak se ndoshta pikrisht ajo dhimbje cilën e kanë kalu i bën ma ambicioz edhe i shtyn me punu ma shumë, me hulumtu ma shumë vete dhe me mri diçka njetë. Për deri sa fëmijët ndoshta cilët i kanë të gjitha i din mi marrë si të mirëqenje dhe thonë hajtë se që shtu duhet. A mendoni edhe ju që gjithmonë një fëmijëri ma e vështirë ose një jetë pak ma e vështirë është si një lloj shtymje për me pas një sukses ma të madh në jetë, ma tutje? Po unë nuk po du, si me thënë, s'du ta gjej si justifikim këte fëmijërinë time, që me thonë, po, si me thënë, i ngitit, untit nuk ja din kur. I untit ngitit, thot, lumë si aj, po inshallah Zot bëna edhe une si aj. Dhe kjo është ajo që 95% rasteve, ata që nuk kanë patër në fëmijëri, ata kanë mendu si të ecin për para, si të realizohen, si... Nëse fëmijëve i len shumë pasuri, shumë, ka që e trefishojnë edhe bravo. Ka, pikrisht, bravo, po.
Po edhe dhash Zoti që gjithmonë tjetë ashtu. Po ka edhe që një numër i vogël ja kanë kesh përdor mundin e prindit, nanës dhe babës e kanë thonë. Se i marrin si të mirë qena, ç'është duhet, ç'është jetojnë krejt po. Pikërisht atë e mendova që din me qenë ma ambicios, qoftë edhe ata që i kanë kry studimet ndoshta ma vështirë në dhomat vogla me qira, me kanë ditë me mri, përderisa fëmijët cilët i kanë pas krejt, dim ka një herë mi marrë si ma të mirë qena, që s'është gjithmonë, po flasim për shumicë. Urdhna vazhdoj me një temë tjetër. Te uta ka zëmës po flasë shumë. Emocionale. Unë në të kalzofsha a folë shumë, unë që s'kom kontrol për veti, e ki vetë njeri në kapushëm. Që ajo është arsyeja që e kum gjetë një mënyrë me jam shel gojën në vetit, kur përqishet musafiri. Faleminderit shumë. Se është... Çka po thas? Sikur të ekziston të... Makina e kohës. Po. A ka diçka që kishe dashur me ndryshu një. Makina e memorias është e ardhitit. Jo, kjo është e kohës. Kjo është e Teutës. 2 minuta, 4 minuta kisha pas dëshirë me përmend diçka, çka kishe dashur me ndru, ose ku kishe dashur me shku, ose të ardhmen, të kalumen, diçka me ndryshu për jetë. Në pendim, me ndru s'mund t'i ndroj njerëzit edhe vetën s'po di qa me thonë, jam i lumtur me pak gjithmonë. Po gjithmonë edhe në këtë moshë, edhe sot, po pa të keqen e dikuj tjetër, mendoj që është realizohem profesionalisht akoma. Edhe kjo është ajo që më mban, pastaj edhe fati im që më duan njerëzit dhe më ndëgjojnë. Vetëm me punë. Kisha ndru disa tekje që i kam që s'ja fali vetës, po këto janë disa vraga që më kanë met gjatë fëmirisë që më ka përcjell gjithmonë edhe mungesa një diçkaj që është dash me pas, mungesa e dashurisë nanës tem që më kalon ma 3 edhe kom pas qef me i një, që është me thonën, që ashtu është kjo jetë e zeza, e është me mirë ali në botë, nuk ka ma mirë se me gëzu jetën për që ta, unë s'unik këshilloj njerëzit të rritë, asë këta din krejt, po gëzone jetën edhe, gëzone me mendje që i thonë, gëzone jetën, se një e kemi, ta kishim një dependans, një tjetër kishim thonë, që to pe kalojmë rupeskop që është tjetë e vasan dhe ja tjetërën mirë. Po, me ndru, kisha pas diçka, po s'unë e thomë. Qeshtu? Letjet, na shqiptarët vdesim edhe 80% gjanave nuk i themi. As që femnat, as na. Se na duhet më mbrujt prej dajës, halës, tezës, kojshis, çka tha kyç, çka tha jo, u do Sabri Feyzullahu, merrem një tupan edhe duhet derëm me shku rëmbëmbëmbëmbëm. Mas ma qel gojën! Shumë e sakt kjo që ka the. 80% gjanave realisht nuk i thojmë, po prap dush me mri deri një pikë kur më nuk me në mbash për kërkan, as për ato, dhe i bën gjanat që shdën. Po në fakt, thuhet shpesh që njeriu ma shumë pendohet për gjanat që nuk i ka bo, se sa për gjanat që i ka bo. Sa me ndonë që është kjo e sakt? Ato që i kombo me vedi edhe kur si bi pishman, kur njetë. Po ato që si kombo edhe më shtohen, masa ne unë i thamë, ata marë sinqerisht të panin, e shkoj se zile, ka se ti bi ziles më falni. Nësë jeni të interesuar, ta dini jetën time pse kom bo këtë punë. E kom bo për këte. Ti ndash merë, ma ndash nuk më merë. Po më do këtë si me folj vetë që tash. Jo, se unë e kom për jetë, unë e jam rrate i darve. Po ta di. E ki qetë njerin që mas shumë ti ta din që tash. Shkoj me temën tjetër. Jem rapi darë dhe se mirë kjo. Qështë kjo? Qka po thët aty? Televizionet. Televizionet, po. Televizionet, kisha pas qef me folë pak për televizionet, se me siguri ki që na tregon, edhe ki përvoj prej shumë vite para luftës deri tash. Ndoshta me na folë pak edhe për qatë, edhe për ndryshimet e televizioneve, po edhe për mënyrën e trajtimit që shu ka bu artistit në 7 herë dhe që shu i bu tash. Pa tjetër. Televizionet e avancoj një kombë, një shtet, një popull. Televizionet nëse duam të realizohemi profesionalisht, po që e kemi hakikat me zemër,
nëse ti për të mundësia në televizion, nuk ka gjë më të mirë se televizionit për me ta afirmu vlerën tënde, ose jo vlerën tënde, se ka edhe ashtu që mund bëjmë, kujtojmë që jemi më të mirë, dhe kur dalim atje, shkretojmë diçka edhe mirë, po demokracia i përbin këto, sepse ke thonë vetë edhe bën vetë vrasje e bajsh me shnet. Në monizëm, dikur në televizione, është dashur të hecish shumë të mendosh, çka po flet, çka po thu, po për profesionin ke mundur të flasish çka të do zemra. Po të mos marrë kjo profesionit, mos merë në ndonjë dimension tjetër që ka të bëj me një diçka tjetër. Ne si shqiptarë jemi shqiptarë dhe shqyqër që jemi edhe gjithë e duam kombin tonë, nuk ka njeri që jo shqiptarë që se do vetën edhe trollin edhe venin ku ka lindë. Unë televizionit, radio-televizionit Kosovës, që jam paraqit për herë të parë, kur ka qenë vetëm 10 minuta ditëve të diela, dhe më thonë për ato 10 minuta ditën e diel në orën 8 të mëngjesit, që mundësish mos me pa shumë njerëz. Ka qenë për bujqësin, për që ka ndodhë në Kosovë, edhe një kongë, pa tjetër. Edhe jam mirë njës gjithmonë aty në njerëzve që më kanë shikuar atëherë në atë kohë, dhe atyre që më shikojnë sot në këtë emisionin që jam me të utën, me kolegën time të shmuar. Edhe gjithmonë publiko është ai që na vlerëson, edhe që ne duhet i falemderohemi rreshtas. Asnjë sen nuk jemi ne këngëtar o artist o me thonën unë. Burgshtetasit para mjeteve të informimit kanë shumë kujdes edhe thonë çka po flas, se duhet me fol mirë, për shkak që ai që dëgjon ai me të vlerësu masanej me ta dhonë votën, me të votu, edhe masanej ajo votë e sovranit me u respektu, qa kena me bon, mu i thëmë Sabri Fizullah, ja maj miri këngëtar, po nëse se kom votën e atyne që më dëgjojnë, thënë, Agja Sabri le, ti po fletë për veti, na e dim, ti s'din, ti le. Për që ta këta janë ashtë. Në fakt, po du vishë edhe pak me vazhdu. Une nuk e majnë me në shumë krejt RTP-n, për shambull, kur ka qenë. I majnë me në krejt do emisionet vitit rive që u pregaditëshin dhe i preqim hasret që to, po nuk është që majnë me në i farë programacioni shumë të pasun që kemi pas. Po më intereson pak që kjo trajtimi artistit që shu ka bon atë ko edhe tash. Sa me ndoni që televizionit ka njëherë din me anu ose me pas një politik të mrenshme, mrena për mrena dhe thjesht me vendos që qëta këngëtar valana nuk i qesim edhe kërkushtja përgjithësi për atë punë. Ose qëta këngëtar na veç që ta ilshojmë edhe prap mi pytë thojnë na i kemi vendose që kjo është vlerë, ajo është antivlerë. Në bazë shkafit i vendosin këto gjana, ose andodhin qëto dalime që ka njëherë më dokën shumë pa kuptim ta. Sa mirë që po më thu kështu të utë, po me e papsirë. Radio Televizioni i Prishtinës më ka afirmu. Po. Se ja ka mundësu njerëzve për më ndëgjue. S'ka pas të portale edhe këto X. Po. Qka dush që kemi tash radio e televizione private, shumë media, për më ndëgjue dhe për më pa, po. Por që me atë televizion jam rritur. Kanë qenë disa seriale që 5 minuta në 8 është zbrazur i tonë qyteti e tonë Prishtina me ndjes pas me Ali Ahmetin, aktorin e madhë, babajnë e shpendit, kur kam luaj. Ajo ka qenë. Sheremeti e Delia, alo e përmendit. Unë po e përmendit, tash, ajo. Parat gjithmonë flasim për kora. Se cila ko, e ka vetën, ashtu. E ka rëndësin e vetë edhe atë artin e vetë që e ka dhonën. Edhe që sënë të krenohë kush e disa me atë. Po pas ta erdhë kjo televizioni, radio-televizioni i Kosovës, që erdhë dikush edhe tha që unë, Sabri Fizullahu, me gati 1000 kongë, jo të mijat, kompozitorve dhe të orkestruzve dhe të shkruze shqiptarë, gjitha ndejnë për botë. Që të më thuet mua, e thmive të tyre jo, ose dashamirëve të tyre jo, që unë duhet të dërgoj një kongë në post, dhe ne përmes poste, të arri ajo këngë në radio-televizioni Kosovës, dhe ata kënë se po ditë kanë ma mirë se unë që e kam jetë këtë punë, 50 vite e kam shpirt, e drite, hylle, hane, shqiptari, me ma vlerësu, a mund shkoj kënga apo jo.
Kjo është një cenzur 200%. Dhe është zotri Cahani që asnjëherë nuk po mu i përgjigjëm atij njeriu të sinqert, që prej se është bërë ai drejtori i programit, më ka thonë, zotni Sabri, jeni mirë se ardhur në këtë emision. Po, që më ka lëndu ai televizion i RTK-s, so që disa këngëtarëve neve që jem, po tash jem se na pe i qielli suni bim këngëtarët, që më dëgjoj njerëzit edhe më duan që na duan. Po i ke fitu ndoshta një irritim prej krejt asaj. Se tash nësë për me një atje, një zot nuk e di unë edhe, jo, kjo s'ka vlerë. Po këte po thëmë për shkak se për këngëtar të ri është normale me shku edhe mi vlerësu çka ka ofru për publik edhe natyrisht me vlerësu a bën ajo. Mirë, po ju jeni i verifikum shumë para se mu boho një televizion, një portal, një diçka. Për ato është pak e çuditshme. Edhe unë mund t'jem demode dhe nuk muj me ecë me kohën edhe pse çkyna për me ecë. Ecë me kohën, ecë me kohën, a përshë që ti di këngë. Kjo është nderi ma për I di valla i krejt gati. Madje pata edhe ministrin Hajredin Kuqin emisionin e kalum, edhe përmendi që i din këngët e tua që i ngën shumë me ëndje. Edhe pash e përmendi. E kam shumë mik edhe po e them botërisht edhe... Njëjtë përmendi edhe ai. Është një akademik, një njeri shumë i aftë, shumë i integruar. Edhe shumë bashkëbiseduesi i kanë, shumë me të vërtet. Nuk po e famon e për mi hynë huj, po e kam... Po jo, vetë ajo përmendi që ngon shumë muzikë dhe përmendi që i din shumë këngë t'juja. Se unë po figona që disa të tjerë, si me thonë, por na që vlerësojnë punën, e na ata i vlerësojnë, po me thojnë bravo. A duhet të bëjmë diçka për juve? Ata, vajtë, që ky aktor. Unë mendoj që njeriu duhet, artisti mrin me një moment kur duhet me qenë ndoshta edhe dikur seleksionuese dhe në bazë të vlerësimeve prej kujt i merr. Për shkak se duhesh mrin ndoshta po besoj deri në atë pikë që t'intereson vetëm mendimi i dikujt që ja respekton vendimin, edhe realisht ato e merr. A është kritik pozitive apo negative, ato e vlerëson. Përderisa dikush që ndoshta madje as te nuk e çmon për profesionalizmin, apo për mënyrën e punës, apo për mënyrën e jetës, nuk kam nevojë as me nguq ka të thonë. Kështu që kjo është më lehtë, unë ju mboj që ashtu selektive. Pak arrogante, t'ingllon, po që ashtu duhet me qenë realisht. A që Sabri, nuk mund është kur krejt botën me knaq. Gjithmonë ka me pas njerëz që nuk kanë me na pëlqy. Edhe ajo është në rregull. Po me rëndësi është ata që na dojnë. T'ju hinë huj që më duan. Ja, ashtu. Funisht një njerëzit me... Po me mu rejt nuk banë. Jo, absolutisht, pa kur farë drejt, ajo është e rojt. Ashtu, pik. Po shkoj me temën e 4. Te u ta kalzam, në të foli shumë. Jo, njeri ka bu shumë jo mëne. Po ta nalin emisionin, s'po ta marrin. Jo, për kundra zi. Krejt kemi qef sama... Qemi biseda sama produktive. Sakrificat. Sakrificat. Edhe kjo një për i temave që me sigurit është ashtë me sakrifiku të unis në 75 ditlindje të fëmis, që s'ke qenë aty. 100 herë. A prej hapave të parë, a prej koncerteve, prej punës. Thjesht, po du me fol pak, me na fol për sakrificat që është dashtë mi bon aspekt personal për shkak të punës. Sepse njerëz rrallë e din sa sakrifica bëhet në aspekt personal për shkak të profesionit, se menojnë që ju po knani edhe veç po knaqeni. Po flasë 2 minuta, po unë kam dëshirë me i thonë gjanat reale, ashtu si kanë qenë. Po. Motra për vlla digjit, edhe vllau për motër, nuk e shfaqim na shumë, po mrena atje inside, atje na vlo zemra, gjithmonë. Vdiq motra, shkova e varrosa, një shpirt. Edhe mas 1 ore u thova për në Suedi. Se ish koncerti para pam, kur i thash ati që më ka vdek motra, dhimë të madha, njerëz jem thak, mo bra Sabri. Tha, qka të bëj me koncertin? Edhe unë e meta, i thash, qka me bëj? I thira djelt e motrës edhe vlazin të mi, edhe ju thash vlazënve, qka me bëj, do djelt e motrës të ndaj, ti ki këtë profesion, ti vazhda, duhet me shkue, edhe i falemderoj ata dhe vlazin të mi. Kjo është, do më thonën, s'mujta me qenë me ata njerës që e dajnë dhimbjen me rastin e ngushëllimeve të një personit, një motre që ka vdek, edhe qa me bëj, jeta është, kjo është profesioni jonë. Mbramën e këndova në Podujev,
edhe parë mbrom, pa që ti mbrom, nga data 4 jashtë krejt, me njerën s'mujta me ndajt. Edhe më qoj i thash, o i njerë të hongësha zemrën, apo knaqës. Ajo ka shku në bambu. Unë me burrat huj, ti me gratë huja. Ta të kesim, do me thonë, ajo është ajo dhimta se kush s'ka qef me qenë me bashkjartë. Po, na duhet me sakrifiku ti edhe unë, po lumë si ne që bashkjartë ytë ta është të mirë kupton edhe ne ime që 32 vite, 33 të mirë kuptu. Hajtë edhe kjo. E si mos mi ju falemderu, më kanë thonë, po e përmend shumë, po e përmendi se ajo mi ka rrit, mi ka eduku thmit, mi ka shkollu thmit, ka bot detyra me ta, edhe sot e kësaj dite gjithmonë me Ermalin, që qka boni, me Burzën që është, na ka shku në Amerikë, nuk na kthejet ma, gjithmonë, si me thonë, vetëm ju dinit, po na i bojmë ato që, si me thonë, ju sakrifikoni e na jemi fajtorët e sakrificave tuaja. Sa mirë kur e minë, kur e ndëgjojnë një burë që den me vlerësu që ka shumë sakrificën e një gruje. Me të vërtet po. Për shkak se, nejse s'po du me janis, ashti me janison me t'inglu feministe, po krejt që ka tha me të vërtet është e vërtet. Edhe ai rasti që për mene me të vërtet ke i dhemshëm, shumë i dhemshëm, nuk e pas na dit që është dasht me shku në koncert me një herë, po realisht puna jone ka këta. Shumë shpesh edhe aktorët kanë tregu raste që ndoshta pas marrjes së një lajmi shumë dhemshëm është dashur me dalë në shfaqje, edhe është dashur me lujt komedi, ose jo është dashur me shku në koncert. Me të vërtetë është sakrificë shumë e madhe që e bën, po që është pjesë e punës. Pikërisht jo rastisht e kom lënë këtë temë sakrificat, e faleminderit që nda diçka me neve, që kaq personale. Sinqerisht ishte shumë njerëzore.